s'ka vene të reja të punës, mas pari nuk ka kushtet punës. Ne dim se cilin Kosovë, të ftojnë për me punu, mas pari s'ka kushtet punës. Prej 600-ve e të enalt, jo 300-400, 350 qa me bo me to, por që ata të rritu po largohen për Kosovës, s'kusht largohet prej vendit vetë, për qef. Tarëzja me e vështirë se ka ndu? Me e vështirë? Njetë? Njetë, lufta në Kosovë, kërë ka nuk kanë diçka në ndjenja me e vështirë, njetë, me keqe. Gja me e bukër? Lirja e Kosovës, po është normale, na kur si na konë të lirë, për erë parë të lirë. Qa më ndëm se ka të shumë për ikën të rritë jashtë? Pse nuk po mujnë këto me dajtë? Se ka qënë për ikon që të rritë jashtë? Se s'ka vene të reja të punës, mas pari nuk ka kushtet punës. Ne dim se cilin Kosovë, të ftojnë për me punu, mas pari s'ka kushtet punës. Seriozisht, këto mas pari inspektorati i punës do të më shku me vizitu qatë objekt. Qatë veprimtari që zhvillon ti për shembull, si punëdhënëse, kur i ki punëtor, a i kanë ata kushtet e punës, a i plotëson qaj objekt, qaj veprimtari e punës, standardet e punës. Rrogat, mi pas, prej 600-ve e të enalt, jo 300-400, 350 qa me bo me to, veç për shkak që nuk ka punë, s'ka kushtet të mira, s'ka tarna mujore të mira, por që ata të rritu po largohen për Kosovës, s'kusht largohet prej vendit vetë, për qef. A jetën një këto? Unë jetoj këtu, kom vjetu shumë vite në Gjermani prej 92-ës deri në 2000. Pse këtheva? Pse erdha pse liria e Kosovës suspendona, edhe pse du Gjermaninë me gjithë shpirt, po Kosovën e du mas shumë të njetë. Po, e kom kalu mirë, vitet më të mira tjetës. Jo, a mujtë e me regullu jetën që këto s'këshë mujtë nështë ta me këtu paga? Atja? Është ma ndrysh? Po, është dallim i madh, është dallim i madh, shumë dallim i madh. Nga? Qatë sa merë edhe ja? Qatë sa jo, për e leja to, po adem, që shta edhe kë kriministri, jo në Gjermani, ata ka probleme ekonomia Gjermani, ku mundu më krasuna me ata që 100 vjetë para neve, jo. Veni me ekonomi më të fortë në Evropë, na mu shty me ta, inshallah me rëzët batë Kosova si Gjermania. Do të me thonë se do të me pagu për shtetë, për me ecë edhe shteti për para. Këtu njerëzit vërlogun se pagu një bre, o shtetë mërshme, shkujnë në gjujnë në parara, ku me ditë ku, ka pas raste kur u shku njeri në kasanti për lëka thonë, ju më rënda se pagujnë apse, po në gjujmë në aratona, po s'ki drejt, po s'puhe ose kallim, edhe ma keq, në do të ambientin me kilometra, po të jasë në arta unë s'ki drejt me gju. S'kushta. Këtu do të me funksionu ligji, trotuarët me kanë të lirë që 25 vite, me kanë të lira, për komësorë. Pa ndje shumë rëkojnë që ta? Me ndërshufshë, ka lufshit mirë. Në gurbet i boj një 50 vjetë. Kom harru kur jem do në gurbet. Më dhimim se rinia më ka shkuën në për gurbet, vend që me shfrytzuën vend tonin. Për Kosovën, gjdo sen e kisha dhamë. Që ajo punë që ka botë në Gjermani, mi bo shqiptarët këtu në vend tonin, edhe këtu këshin mujtë me arrit. Ma të mira janë me morë 700 euro, 500 euro me morë vend tonin, se me lëshu vendin tonë. Sa ku e në gurbet, kalzëm? Në gurbet i boj një 50 vjetë. 50 vjetë gurbet. Shumë bre? A? Shumë. Shumë. Unë e kom harruë. Qka ki harru? Kom harru kur jem do në gurbet. Qa s'ka harri? Qa ashtu shtë. Tërgom, a të dhime në këto 50 vjetë që e ki folë gurbetit? U më dhimen. Më dhimen se rinia më ka shkuën në për gurbet. Vend që me shfrytzuën vend tonin, u duft me shfrytzuën në për tjera republika të Jugoslavisë, në për Sloveni, në për Vojvodi, në për vend që me shfrytzuën vend tonin. Po situata edhe okupimi janë mikit gjithë më në cilis në kalon. Vend tonë me ju nkadruën punësim, na u duft me lëshu vendin tonë në shkit më orë për Serbia me punu në trep që ka dion, na u duft me shku në për tjera të republika me punu. Me pa mujtë me këthy kuhën mas, a ishe shku? Gurbet? Jo. Sa të me në molli për këtë vend, për këtë tokë, kalzëm? Gjithë. Qëre unë kam edhe shpi kam në fshatë, se unë një fshatë i Strafc, po kam banesën edhe këtu, po për Kosovën gjdo sen e kisha dhamë. Gjdo sen, edhe kom kontribu edhe në kohën e luftës edhe so kina mujtë, jo veç unë veç kejtë familja. Tregom,
Ai pishmon që e dalë. Po të regoj, unë në Gurbet jem dollë 93-ën. Unë e kum punu në Suboticë në fabrikë. Erdhë koha, u ka lufta në Bosnjë në Kroaci. Edhe janë nisin po i mobilizojnë. Edhe krejta boshjake, shqiptare, qka ishin që nuk ishin sërbë, janë nisin me i mobilizu me qunë luftë. Edhe na qunë një kazermë aty na i dhanë teshat, edhe thash a ban me shku, thash me i pa thëminune, ja 4-5 ditë tha ban. Edhe i kom marrë thëmin edhe kom hes për Gjermani. Edhe 5-93-ës që ashtu si jam në Gurbet, i kam 3 djeme, 2 vajza, shoqen, edhe krejt punojnë, kanë kryer studimet, janë mirë shumë. Po atë dhe jena gjithë me kushtet, më u këthyje. Tregom, a ka parën Gurbet që të sa thojnë? Që tasha? Që tash? Jo. Ma herët Kjo, ka posë? ma heret ka posa u ka me morë, kanë mujtë me bodi shka. Si u këthyje në euro, nuk ka. Edhe që ajo punë që ka botë në Gjermani, mi bo shqiptarët këtu në vend tonin, edhe këtu këshin mujtë me arritë. Se që tash një punëtor, pisho si murator këtu, po i merë ka ofer 1.000 euro, që i punon. E me ardha atje, nashta i merë 2.500 euro, po 700-800 euro kam i pagu banesën një vetjak. Edhe heja, pija, kush e pidahonin si jesin asë qëtu. A ka rahatin Gurbet? Po i rahati ka. Ka rahati se ekziston ligji atje. Në atë shtetë ku ekziston ligji, ka dhe rahati. Inshallah na arrina me arrit ligjin këtu në Kosovë, dhe i diku nashta. Pesh këtu është papunësi e madhe, edhe mëdhimet edhe rinia, se rinia krejt kanë dalë në për Gurbet në pisho, Kosova me të thatë. Nuk di sa pi vreni edhe ju me dhja. Ka gjë valla, ka gjë. Veç, une ju kësha preferuar rinis sa ma pak, ma të mira janë me morë 700-800 euro, 500 euro me morë vend tonën, se me lëshu vendin tonë. Rujt Zotit, fjallë me vend shumë. Faleminderit shumë viteje. Zotit rujt, ta vash një. Faleminderit. Respekt. Për të mirë. Faleminderit shumë. S'ka vene të reja të punës, mas pari nuk ka kushtet punës. Ne dim se cilin Kosovë, tëftojnë për me punu, mas pari s'ka kushtet punës. Prej 600-ve e të enalt, jo 300-400, 350 qa me bo me to, por që ata të rritu po largohen për Kosovës, kush largohet prej vend.